Në seancën për pyetje deputetësh në Kuvend, tema kryesore ishin hetimet për zjarrin që shpërtheu në diskotekën Puls në Koçan. Nga LSDM kërkojnë përgjigje nga Toshkovski pse në hetime nuk janë përfshirë funksionar aktual të Ministrisë së Punëve të Brendshme, të cilët, siç thonë, nuk kanë vepruar për t'u parandaluar tubime në Kabaren, ndërsa në natën e tragjedisë ishin mbledhur rreth 650 persona. Sipas deputetit Milet Alevski, Ministria e Punëve të Brendshme mbron njerëzit e afërt me VMRO DPMN-n. Ministri i Brendshëm Pançe Toshkovski u përgjigj se për tragjedin ka procedurë hetimore për 34 persona, përfshir antarët e VMRO-s, të LSDM-s e të BDI-s. Rikujton LSDM-n se në tragjedin e mëparshme, Ministria për Punë të Brendshme nuk kishte ngritur asnjë kallëzim penal. Se Ministria e Punëve të Brendshme nuk ka vepruar në mënyrë të drejtë kur ngriti kallëzimet penale, akuzojnë edhe nga BDI. Deputeti i kësaj partie Blerim Bexheti thot se derisa i tërë zinxhiri i institucioneve ka dështuar në detyrat e saja, qeveria fokusohet vetëm te funksionar të qeverisë së kaluar. Blerim Bexheti pati një debat nga foltorja me Mickoskin, ku pyeti nëse është prokuror që do tërheq përveshi fajtorët. Unë nuk di se dikush nga prokuroria tha përveshi do t'i nxjerrim dhe do të përgjigjem. Atëherë, bërnja edhe publikisht rolin e prokurorit. Kryeministri Mickoski theksoi se prokuroria themelore publike duhet të përfundoj hetimin dhe të përcaktoj nëse personat e arrestuar kanë kryer vepër penale apo jo, duke nënvizuar se ai nuk mund të akuzojë askënd, ashtu siç pretendon Bexheti se ai ka akuzuar para kohe. Jaz nikogаш не се изразив така како што вие велите да било кого osudam pred vreme. Unë kur nuk jam shprehur ashtu siç thoni ju, të akuzoj para kohe edhe pse unë personalisht edhe si parti politike dhe një pjesë e madhe nga ne e din se çfarë do të thotë të jesh viktim e një lloji të tillë të kualifikimeve politike. E kemi ndjerë këtë në 7 vjetët e fundit. E dim saktësisht si duket dhe nuk do t'ja bënim askujt, sepse për ne vlen një rregull, mos u bëj të tjerëve atë që nuk do të doje të bënin ty. Kështu që hetimi është në proces, deklaroi Mickoski. Si nga LSDM, ashtu edhe nga BDI, për arsye morale kërkojnë dorëheqje nga ministri Toshkovski.